Në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politikë e Financa është bërë temë diskutimi edhe mos funksionalizimi i fontanës në parkun e qytetit. Drejtori i Shërbimeve Publike Nikol Leshi është pyetur nga antari i KPF-s Alita Farshiku se kur pritet të vihet në funksion kjo fontanë. Ju si qeverisje lokale na patët pru shpirtin e nëpët për me di çka ka ndodhur me fontanin e parkut qytetit. Tash 8 vjet ju po i bëni qeverisje, edhe asnjë informat, atin ran heshtje ky interesim, a ka mundësi me di çka ka ndodhur me fontanin e parkut qytetit, pse nuk është ka funksionalizohet, e di që ka pas problem me një lloj gypje dhe me një lloj kolektori të ujrave, por 8 vjet po besoj është mjaftueshëm me zgjidh, se na për 4 vjet bini me kemi ndërtu. Ndërkaq drejtori i Shërbimeve Publike Nikol Leshi tha se kjo fontan ka shumë probleme dhe se duhet që dikush ta sjellë një projekt sepse nuk është në pyetje mirëmbajtja. Fontana, unë ali jam interesu se kjo është si problemi jetë, por më kanë thonë se në atë fonton ka shumë probleme. Ka të lashe që ndoshta duhet më prish krejt, sipas me, po janë gjinat interesu, më besoj nëse ka ti duhet më bëni projekt në shtatë total, nuk është në pyetje një mirëmbajtje, se kish në një mirëmbajtje e vogël na kishim kryer ata. Po besoj që këtu duhet më marr pak, më duhet dikush që ta bani një projekt ose diçka që duhet me bën ta direkt për mujt faktikisht me funksionu me si të funksionon mirë. Mbetet të shihet se kush do ta marrë përsipër projektimin e funksionalizimit të kësaj fontane dhe kur do të nisë funksionimi i saj.